A e dini se një herë, në malet e Shqipërisë së Veriut, 300 burra nga fisi i Hotit ndaluan një ushtri osmane prej mijëra vetash? Ishte viti 1856, kur Perandoria Osmane dërgoi një forcë të madhe për të nënshtruar fise shqiptare që nuk pranonin të dorëzonin armët. Por në Hoti e Grud, burrat e maleve u mblodhën dhe thanë: "Më mirë të na shuaj topi, se të na përkul turku." 300 trima, me pushk, shpatë e besë shqiptare, zun kalimet malore dhe pritën ushtrinë osmane që afrohej me mijëra. Lufta zgjati orë të tëra. Plumbat s'kishin të sosur, por as zemrat s'u lodhën. Kur dielli perëndoi, ushtria osmane u tërhoq e raskapitur dhe e tronditur nga qëndresa e atyre 300 burrave që nuk pranonin të gjunjëzoheshin. Një oficer turk, sipas dëshmive, kishte thënë: "Nëse do të kisha pasur 20 burra si ata, do të kisha pushtuar botën." Që nga ajo ditë, Hoti u bë simboli i trimërisë shqiptare, dhe historia e tyre u përcoll brez pas brezi si dëshmi e një gjaku që nuk njeh frikë. Sepse shqiptarët mund të jenë pak në numër, por kur është fjala për liri, një shqiptar vlen sa një ushtri e tërë.